Rikthimi i fundit mbi Shpat Kasapin, reagime, reflektime, dhimbje pas humbjes së tij. Në ditët e fundit, vdekja e papritur e Shpat Kasapit ka trazuar jo vetëm skenën shqiptare të muzikës, por edhe zemra të pafundme, duke lënë pas një boshllëk që ndihet thellë tek çdo fanatik, koleg apo qytetar që njeh artin. Si ndodhun detajet? Sipas burimeve, Shpat Kasapi ndroi jetë në moshën 40 vjeç gjatë qëndrimit të tij në Itali pas një arresti kardiak. Ai atje ndodhej bashkë me familjen për të bërë kontrolle mjekësore për djalin e tij të vogël. Sipas vllait të tij, ndihma mjekësore u dha shpejt, por trupi nuk mundi të shpëtonte, një lajm që hodhi gjithë komunitetin në pikëllim. Trashëgimia e tij muzikore, muzika që nuk shuhet kur. Shpat Kasapi u rrit në Tetov në një familje me tradita muzikore, që në fëmijëri ai u dallua për talentin. Ai u bë një prej zërave më të njohur të skenës shqiptare në fillim të viteve 2000. Stil, energji dhe emocione, këto ishin firmat e tij artistike. Prej mbi 2 dekadash ai solli këngë që u bën pjesë e jetës së shumë njerëzve, me balada, këngë dashurie, ritme që lindin breza, hite si Valle Kosovare, Amado, Dashni pa limite tjera që sot tingëllojnë si përkujtue si një kohë e artë. Megjithatë, Shpati nuk e kërkoi famën për ndërtimin e një imitermi showbizi, ai mbeti thjesht modest, i përkushtuar tek muzika, dhe ky fakt bëri që shumë kush ta donte me zemër. Lajmi për ndarjen e tij nga jeta goditi shumë njerëz, fansa, kolegë, miq, me komente të zjarrta dhe emocione të thella në rrjetet sociale. Artistë si Dafina Zeqiri, Vesaluma, Big Mama dhe të tjerë ndan mesazhe zemre, duke theksuar se Shpati ishte jo thjesht koleg, por njeri me shpirt të madh. Moderatorë dhe figura publike si Arban Osmani kujtuan bashkëpunimet dhe buzëqeshjet e tij të vërteta, duke ju drejtuar me respekt dhe falënderim për adhurimin e tij artistik. Edhe politikanë dhe figura publike të larta janë dalur për të shprehur ngushëllime, duke vlerësuar kontributin e tij ndër breza dhe ndikimin që ai pati tek diaspora dhe bashkësia shqiptare. Shpat Kasapi u nda fizikisht, por arti i tij mbetet në playlistat tona, në kujtimet e rrugëve, netve, me shok, dashurive dhe ëndrave. Këngët e tij do të vazhdojnë të tingëllojnë si për kujdes i një zëri që dha shumë, i një njeriu që i besoi më së shumti muzikës. Në kohë kur lajmet vinë e shkojnë, ndarja e tij lë pas vetes diçka më të madhe se një personazh, lë një trashëgimni që i përket të gjithëve. I paharuar Shpat Kasapi.